njeriu bën pyetjen fillestare. Për shembull, ti po të shofësh lungomaren e Vlorës, për mua unë kam thënë është një nga gjërat e mira që ka bërë Edi Rama gjatë qeverisjes tij. Dhe Edi Rama e di që aty ka lënë një gjurmë të mirë. Pse po detyrohet dhe në Vlorë të ngrej kulla dhe Gradaçela? Pse po shkon dhe një marë, pra një njeri që nuk i thua që është haldup, s'ka shije estetike, nuk mund të akuzosh Edi Ramën që ore je kriminel në mendësi dhe do kur ti kësh ta lësh shkatruar këtë vot. Atëherë pse bën kullën një marë? Ka një problem. Për t'i dhënë përgjigje kësaj, mendoj unë, duhet shpjeguar si mbahet në këmbë sistemi Edi Ramës. Edi Rama ka zgjedhur ta zhvillojë Shqipërinë pa ekonomi prodhuese, pa investime tuaja të mëdha. E vetmja gjë që mban sistemin në këmbë, që sjell ato që thot Ola aparate zeza në Shqipëri, janë ndërtimi i kullave. Në Tiranë është prag kolapsi. Në Tiranë çmimet, pavarësisht se këta po i mbajnë me pompë, po bien apartamente bosh sa duash, dhe prandaj masakra që u bë Tiranës, po tentohet të transferohet nga Vlora në Himar e më poshtë për të mbajtur në këmbë të njëjtën ekonomi. Kështu që Edi Ramës po i ra kjo, pra po i ra fluksi ndërtimit, i bie dhe komplet shtylla që e mban këmbë. Dhe prandaj po e shofësh ti, ai del bën që parat e shqiptarëve si Saliu dikur janë të pastra, këtu nuk pastrohen para, po vinë këta nga Dubai, nga që Dubai është në krizë, po dyndet... Si doktori atyre që edhe parat e sudës e këto i nxirë dhe fare të pastërta. Kështu që në këtë kuptim, Edi Rama duke shkatruar me kulla nga Riviera e Vlorës deri ke Himarës, e ka kushtin e detyrueshëm për të mbajtur në këmbë regjimin e tij, përsa kohë dhe SPAK-u ja lejon një gjë të tillë. Sepse SPAK-u nuk hyn këtu, harrohet. Në këto ndërtime thuhet. Te pikat ku preket thelbi i regjimit, SPAK-u na ke gjumë. Se ne folëm për dosjen e Gysa-Gasit përpara. Po ore del Belinda Balluku, del Erion Velia, del Gysa-Gasi. E disim duket më ky SPAK-u nga herë, si ai doktori që të shëron plagën, po as ta kërkon pasojën. Ore pse na dalin ai dut në gjithandej? Ti mos shëro plagën. SPAK-u pse dalin ai dut gjithandej? Jo, SPAK-u nuk shkon deri atje ku duhet. Në shumë dosje nuk ka shkuar deri në fund. Jo, po e kisha që vepra e pastrimit paras është më e vështira për të provuar. Edhe do duhet pastaj, domethënë nëse i gjithë ndërtimi apo shumica apo përqindja më e madhe financohet me para të pista, i bie që të kemi gjysmën e administratës prokurori që të bëj hetime, prova, letra, shkresa që një rast mund ta... Jo të gjithë, një rast vetë. SPAK-ut na kanë vërtetuar si tek çështja e grupit Çopja, si te shumë raste të tjera korrupsioni që ndërtimi është sektori kryesor ku pastrohen parat. Dhe paktën tek këto hetime na kanë dalë që shumica e parave... Tu bashkojmë me Andi, nuk ka... Na thoi një rast. Po mbarove, Ola Dani, se punë të që mbarove. Po thuve pra qa kishe... Po se dëgjove, prandaj. Po se dëgjove se... Sa dëgjojnë mirë, disa skuptojnë mirë. Me që ti thej që ka ardhur edhe në vend të Klodit, po mbron dhe SPAK-un tani. Po mbroj SPAK-un, po thoja... Bere pak. Dakor. është punë e vështirë. Po mirë e bere, ndimon në shoqen. Unë jam kritike që nuk i ka shkuar shumë çështjeve deri në fund, po thoya që vepra e pastrimit parave, jo, se shoh, e di pse ju li se shoh ca mite që thonë, këtu pastrohen para, të marrim t'i vëmë shiritin të gjithave, po nuk ka asnjë vend të botës. Ti ke agjenci të cilat e parandalojnë, të raportojnë, po u hap trau siç është hap në Shqipëri. Ato agjenci janë bërë për ta lehtësuar futjen e parave të pastrim të parave, se kesh pastrim parave. Kalojmë te Se keshin dhe këto. Ka investim. Këtu është hap trau, hajde futini atje. Është si puna zgjedhjeve. Edhe të zgjedhjet nuk gjeten asnjë rast, edhe të ndërtimi nuk gjejnë një rast. Shkundet të ndërtimi, ke mediat, ke vjedhja e votës, pra 3 shtylla, 3 kolona që mbajnë pushtetën e e futën strishën tjetër këta. Shkundet policia e shtetit. Ç'po ndodh? Zoti Hoxha, ditët e fundit janë bërë ndryshimet shumëta në radhë e drejtuesve të policisë shtetit. Ç'janë këto ndryshime?
Dhe çfarë synojnë ato? Janë thjesht rutina, po synohet vërtet një strukturë e re në krye të policisë shtetit. Ka ardhur drejtori i ri, ai tani ka bërë ndryshime të tjera, Skënderita, edhe pastaj të flasim dhe për aksionet që ka nisur. Çfarë është kjo? Por çdo drejtor i ri që vjen në detyrë, kur vjen bën një rokat tillë, bën një ndryshim sepse normale i do njerëzit e besuar ti për të bërë detyrë. Në rastin konkret, zoti Hita është një drejtor që ka qenë pra si drejtor qarkun, ta nga qarqet më të vështira. Dhe e njeh mirë, nëse ka ndërmend të bëj diçka, e ka mundësin për ta bërë. Sigurisht, jo për të shkuar deri në fund, se pastaj duhet fermani nga lart, se nuk shkon dot deri në fund atje, se për sistemin. Por, deri tani në ndryshimet që kam parë dhe në veprimet që ai ka bërë, ai ka nisur 3 aksione, të cilat kanë dhënë një impakt të dukshëm dhe kanë dhënë shenja pozitive. Uroj që ta mbajnë dhe gjunjët dhe fuqit për të shkuar deri në fund tyre, sepse nuk është gjë lehtë aty ku është futur ai. Dhe çka ka bë? Pra, duke qenë drejtuesi lart policia, ai e di se si mbahet në këmbë policia dhe si korruptohet policia. Dhe aktivitetet kryesore që ne kemi thënë prej vitesh në këtu ty janë lojrat e fatit, call centrat dhe korrupsioni në radhë të policisë. Ai ka evidentuar së pari një shqetësim që kanë qytetarët, që është i përditshëm, janë patrulla e policisë në rrugë, që rrinë si tuba ata të fshehur mbas në ikthese, ka vendosur që të mos ndalohet ecja e qytetarëve, mos dalin më patrullat që i pengojnë qytetarët cep në cep. E para, e dyta, nëse deli radarit, mos ketë policë mas radarit. Radari punoj automatikisht. Pra, që të mos ketë më ndërhyrë, mos ketë mundësi, edhe qytetarit mos bezdiset, mos jetë as mundësia arbitrarit tretit dhe as e korrupsionit policisë. Tjetra, call centrat janë një shqetësim i jashtëzakonshëm. Shqipëria është një problem shumë të madh me vendet e Bashkimit Evropian. Nuk ka ngelur polici pa hyrë këtu brenda dhe pa evidentuar që nga këtu janë vjedhur qytetarë të Bashkimit Evropian. Edhe rasti i fundit që ishte sot, pra që ishte rasti i Francës, por dhe rasti i javës kaluar, dhe një nga urdhrat që ka dhënë drejtori i përgjithshëm është edhe kjo është e dukshme, një aksion që ka filluar ndaj disa call centrave, të cilët deri tani kanë qenë të paprekshëm, kanë qenë në mes qytetit, e dinin gjithë që ku ishte. Dhe policia e shtetit është akuzuar si e kapur. Patjetër, jo policia e shtetit është akuzuar, por policia ka qenë pjesë se nuk ekziston, nuk mund ta mbash dot call center pa bashkëpunuar me policinë. Nuk ekziston mundësia që ti ta mbash. Sepse në një objekt që hyn 80 apo 100 veta, si mendonti që se marrin vesh policia se ç'a bëhet aty. Pra, tu merret vesh me një, kur hyn një. Dhe duke qenë sasia e madhe e parave që aty kalonin, prandaj policia ka qenë garantuese e këtij lloji aktiviteti. Në rastin konkret, kam parë disa operacione që drejtori i ri ka marrë përsipër, inshallah i shkon deri në fund dhe ka seriozisht, ose inshallah nuk ndodh që mbas 2-3 muajsh po ka bërë dëm të madh atë mund ta shkarkojnë.